Babai Hashim tha që do të varroset pa praninë të mbirit. Gjykata speciale nuk i ka dhënë leje të marrë pjesë në varrim. Nuk e lejojnë të qëndroj pranë arkivolit të vendos dorën mbi supin e vëllait, të thot një fjalë të fundit për njeriu që e rriti, dhe të hedh një dorë dhe mbi arkmort. Vendimi është goditje e rëndë jo vetëm për familjen Thaçi, por për të gjithë ata që besuan se drejtësia do të jetë e drejtë. Ky shkrim është realizuar nga Lutfi Dervishi. Të ndalosh një birë nga nderimi i fundit është njerëzore, nuk është as ndëshkim, është për çmim, është një akt që nuk ka të bëjë me ligjin ose ka të bëjë vetëm me ligjin e zbatuar tepërfort amoral. Indinjat e revolt, këto fjalë nuk përshkruajnë dhimbjen që shkakton një drejtësi e tillë e padrejtë. Çdo kush që ka humbur një prind e kupton peshën e kësaj tragjedie. Një popull që ka kaluar nëpër lufta, ratisje, varfëri, shtypje, dhe mungesa e di çfarë do të thotë humbja njerëzore. Dhe di që në atë moment të fundit njeriu ka të drejtë të jetë pranë familjes. Por jo këtë herë. Jo për një njeri që luftoi dhe e pa vdekje në sy. Jo për një njeri që gjykohet, jo për një shqiptar që mbahet në Hag tash 4 vjet dhe kush e di deri kur. Dhumat speciale po i tregojnë Kosovës se Kosova nuk duhej kurse si të kishte miratuar ngritjen e tyre, se nuk ka vend për ndjenja kur bëhet fjalë për to, nuk ka vend për humanizëm, nuk ka vend për logjik, ka vetëm rregulla të ftohta, vendime të thata dhe një qëllim të qartë, të poshtrojnë, të thyejnë, të mohojnë çdo lloj digniteti, të barazojnë kriminalin që dogji, shkatroi, dhunoi, dëboi dhe atyre që vetëm mbrojtën. Por a mund të mohohet digniteti? A mund të ndalohen shqiptarët së kujtuar jesën nderuarit të vdekurit të tyre? Jo. Sepse kjo nuk është vetëm një çështje personale, kjo nuk është vetëm për Hashim Thaçin, kjo është për Kosovën, për ata që përfaqëson, për sakrificën e një lufte që nuk mund të fshihet me gjykime gjykatash. Drejtësia nuk mund të jetë vetëm dëshkim, drejtësia nuk mund të jetë vetëm për një palë. Dhe mbi të gjitha, drejtësia nuk mund të mohojë atë që është më themelore për një njeri të jap lëmë të mirën e fundit. Kjo pranë e mohuar është kohë jo në arkivolin e bazës Haxhi, por në të ardhmen e Kosovës. Historia do ta mbajë mend këtë ditë dhe nuk do të harroj kurrë.